Pagat e funksionarëve shtetëror do të ulen nga 10.000 deri në 13.000 denar, kurse për disa pozita edhe më shumë, me qëllim të shpërndarjes më të drejtë të mjeteve buxhetore dhe harmonizimit me kushtet ekonomike në vend. Kështu ka deklaruar deputeti i VMRO DPMN-s Bojan Stojanovski, i cili njoftoi se grupi i tyre parlamentar ka dorëzuar pakon prej 6 propozim ligjeve që rregullojnë lartësinë e pagave. Со предложеното намалување на коефициентите ќе се офатат платите на јавните функционери, вклучително пратеници, министри, судии, јавни обвинители и членови на судскиот и јавно-обвинителскиот совет. Me uljen e propozuar të koeficientëve do të përfshihen pagat e funksionarëve publik, duke llogaritur deputet, ministra gjykatës, prokuror publik dhe antar të Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorial. Me këto ndryshime, paga do të nivelizohen dhe do të ulen nga 10.000 deri në 13.000 denar, kurse në disa pozita tjera ulja do të jetë më e madhe. Stojanovski paralajmëroi se nesër do të thirret seanca plenare ku do të votohet nevoja për miratimin e ligjeve. Ai sqaroi se me afatin e paraparë të rregullorës prej 6 orëve, menjëherë do të konvokohen ligjet që do të kthehen në seancë plenare dhe që nesër do të votohen.